në fund të këtij muaji të bekuar, atëherë çfarë thua ti, çfarë shpresojmë ne pi këtij Ramazanit që tashmë kemi ardhur në fund të tij? Për këtë kemi 3 hadithe në koleksionet e sakta të Buhariut dhe Muslimi, ku pejgamberi alayhis salam thotë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai që agjeron Ramazanin duke besuar në Allahun dhe duke shpresuar në shpërblimet në ditën e takimit me të, i falen gjunahet e kaluara. Ai që falet gjatë natëve të Ramazanit, njëjti hadith, i falen gjunahet. Ai që e arrin shpërblimin e natës të Kadrit, i falen. Pra ka stacione të shumta që Zoti gjatë këtij muaji na stimulon për falje dhe na mëson Zotën edhe i dërguari i Allahut që ta lutem me një lutje që Aisha radhiyallahu anha e pyet pejgamberin alayhis salam dhe i thotë: "Çfarë të them i dërguari i Allahut nëse arrin natën e Kadrit?" Thotë: "Thuaj Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Zot, ti je falës, e do faljen, me fal mua. Nëse ajo pjesa kerim është e dobët, që ka në hadith, ajo është Afuun kerim, po. Afuun kerim është e dobët. Ndaj këto janë stimulime që Allah dhul xhelal oferta na bën që ta shfrytëzojmë. Nëse se kemi shfrytëzuar mirë agjerimin të paktën në namazin e natës, po nëse s'kemi arritë mirë të paktën natën e Kadrit, atë 10 e fundit, ta stabilizojmë që ta arrijmë faljen e Zotit, se kërshi faljes ka edhe kërcënim kush arrin Ramazanin. Që është? Dhe nuk e falen gjunahet. Ka bu amin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amin me të Xhibrili, Zoti na falt, që Zoti hidhrohet dhe këto oferta që si shfrytëzojnë në robët humbin shumë. Nuk është problemi e shumë për njëri me vetëm me rreziku në aspektin e dënimit, po kur e din se s'ka humb prej shpërblimeve të xhenetit, kjo edhe e shton edhe më shumë dënimin. Natyrisht. Hoxhë, fitim dhe në fund fare. Pse përfundon Ramazani, lidha me Zotin nuk përfundon. Sigurisht. Ne duhet vazhdojmë përsëri me adhurime, me ibadete, me lidhje me Allahun, me pendim të sinqertim dhe falje. Po. Siç na mëson Allahu në sunën Tauba, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuru Allahun deri sa të vjen vdekja. Do të jetojmë me Zotin, që të vdesim për Zotin. Na lehtësoft Zoti dhul xhelal që ta përfundojmë këtë muaj që është ai i kënaqur. Dhe na mësoft Allah që të presim edhe Ramazana të tjerë. E ato lëshime që kemi bërë gjatë këtij muaji, të mundohemi të përmirësojmë të ardhmen. Se siç thotë Fudejl ibn Iyad, kur pyetet për një njeri që ka arrit 60 vjet në gjuna, thotë përmirëso ato që të kanë vetë, me shpresë se Allah ta fal ato që të ka kaluar. Po edhe të mos ta humbim shpresën gjithë këto oferta që i kena Zotit don më na fal. Nëse Zoti ka lëshu një mëshirë dhe 99 i ka rujt për ditën e takimit me të, e me atë mëshirë na ka bë musliman, shpresojna që me atë 99 që ka rujt për atë ditë më na fal e më na mëshiru. Ndaj të kemi mendim të mirë për Zotin, krahasim mendimit të mirë, të mundohemi të bëjmë punë të mira, kështu na don Zoti më shumë. Dhe kështu jemi më të sigurt me lejen e Zotit për me mbrojtë gjithë ato shpërblime që ka përgatitur për robët e tij. Na bëft Zoti prej tyre.